Pendimi pastaj ja rikthen zemrës në ndjeshmërinë. Nëse deri dje dikush për shkak të veprimit vazhdueshëm të mëkateve e ka humbur ndjeshmërinë, pra nuk ka bërë përshtypje fare kur dikush ka bërë krim, nuk ka bërë përshtypje fare kur ka mëkatu. Për shembull kur ka çndëruar femra, nuk i ka bërë përshtypje. Momentin që pendohet, i kthehet ndjeshmëria dhe e kupton se çfarë krimi është me çndëruar femra. Momentin që pendohet, e kupton se çfarë krimi është me vjedh, çfarë krimi është me mashtru, çfarë krimi është me manipulu. Pse i rikthehet zemrës ndjeshmëria e dikurshme, i rikthehet natyrshmëria e dikurshme, pastërtia me të cilën Zoti e ka krijuar atë në fillim. Gjitha këto arrijnë përmes pendimit të sinqert. Prej ndryshimeve të rralla që përjeton zemra që pendohet sinqerisht, është edhe ajo se e zavancon dëshpërimin me shpresë. Nëse deri dje ka jetuar me dëshpërim për shkak se e ka humbur shpresën, ka shumë mëkate, ka shumë mashtrime, ka shumë shkelje të kufish, ka shumë përbuzje, nënçmime, dhe thot unë nuk jam sikur se tjerë. Edhe nëse nuk e thot verbalisht, në vetvete mëkatari i madh e ndjen që është i mangët, edhe ndjen që është ndryshe prej tjerëve, pra është më i ulët se sa tjerët. Por kur pendohet sinqerisht i kthehet shpresa. Dëshpërimin që ka mundur ta përjetoj dikur, sot nuk e përjeton fare, sepse i zamantohet me shpresë. Fillon edhe drita, nuri i imanit i jep shpresë. Ndjesia, përjetimi i brendshëm është krejtësisht ndryshe. Edhe qasja e tij ndryshon në raport me Allahun subhanahu wa taala. Nuk e sheh më veten si të ndëshkuar, por e sheh veten si kandidat edhe pretendent për më shpëtu, për më mëshiru nga në Allah, pikërisht për shkak të pendimit sinqert që ai e përjeton. Prandaj Allah në Kur'an, wa huwa alladhi yaqbalu at-tawbata an ibadihi wa ya'fu 'ani as-sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Është Allahu ai i cili e pranon pendimin. Wa ya'fu 'ani as-sayyi'at, edhe i fal të këqijat. Dhe kënë fund thot, edhe di shumë mirë se çfarë veproni ju. Shikoni, Allahu e ka filluar me pranim pendim. Nuk ka mujtë Allahu me fillu ajetin me thonë, Allahu e di se çfarë veproni, Allahu u afal gjunahat, edhe në fund me thonë Allahu e pranon pendimin. Por Allahu ka fillu me njerë prej pranimit pendimit. Shikoni çfarë qasje të bukur ka Allahu ndaj robit. Allahu fillimisht na ka hek neve çdo lloj dyshimi dhe çdo lloj mendimi që ti je pa vlerë tek Allahu. Pra përkundër gjunave, përkundër largësisë madhe që ti ke shkaktuar mes ti dhe mes Allahut. Allahu më njëherë që në fillim po thot ai e pranon pendimin, po ta qetëson zemrën, po ta mbulon tmetën, po t'jep shpresë, pastaj po thot ti fali edhe të këqijat. Jo vetë që ta pranoj pendimin, por ato të këqijat që ti ke pas të shënuara në gjysat e veprave tua, krejt ti shliun, thjesht pendoju sinqerisht. Dhe kënë fund thot Allahu është i gjithdijshëm për ata që e vepron.